e madhe se unë nuk e dija kush ishte Jozi. Madje Jozi mendova që ishte grua në një kohë të gjatë, ai ishte burr, ishte goxha burr madje. Nga ata burrat shqiptar që e kanë gati pëllëmbën. Edhe qelloi një djalë të vogël që është Gjesti, që tani përveç se gjithë të tjerave, përveç se lojtar, tani është edhe viktim. Dhe bashkohen gjitha, dhe viktima dhe lojtari, dhe praktikisht ai është fituesi Big Brother. Nuk e di, në idenë time të lojës, Gjesti sapo ka fituar lojën. Po ne kemi humbur një moment të rëndësishëm, siç është fushata. Do duhet ishim të fokusuar te fushata, por ata nuk e morën dot vëmendjen tonë, pavarësisht përpjekjes për spektakël, sepse spektakli i vërtet ishte atje, ishte tek Big Brother. Dhe për herë të disat do duhet ta pranojmë që vëmendjen e merr realiteti. Ai ishte realiteti i dhunës, i provokimit, i lojës, ishte reale. Nuk ishte, siç do donim ta mendonim, e krijuar që të mbaj vëmendjen tonë, nuk ka rëndësi, ishte reale, ishim ne. Ishim ne që nuk mbajmë dot nervat, ishim ne që bërtasim, ishim ne që ulërim, ishim ne që provokohemi, ishim ne që arrestohemi, ishim ne që luajmë. Dhe pastaj duam të gjejmë kush e ka fajin, dhe në këtë përpjekjen për të kuptuar kush e ka fajin, i shpallim luftë vetës sonë, se Kosova është vetja jonë.